Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një takim me fermerët në Krutje, ku në fokus ishte rritja e investimeve në bujqësi, lehtësitë e reja fiskale dhe risitë e skemës së re kombëtare për mbështetjen e këtij sektori. Gjatë bashkëbisedimit, Rama theksoi se fermerët duhet të arrijnë një standard të përgjithshëm prodhimi për t'u përshtatur kërkesave të tregut të madh të Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër ai prezantoi edhe programin e ri kombëtar Dy fishon ndërmarrjen tënde, i cili synon të mundësojë financime domethënëse për të gjithë ata që duan të zgjerojnë aktivitetin e tyre përmes planeve konkrete dhe bindëse në çdo sektor prodhimi. Ajo që kemi bërë ne është shumë herë më shumë se sa jepni naftë dhe ndërkohë që nga paratë e shpenzuara për të dhënë naftë deri dje, pjesë e një faze të caktuar të këtij procesi natyrisht për të ardhur në këtë fazë ku kemi hyrë këtë vit, jo të gjithë përfituesit ishin ata që e meritonin dhe e përdornin naftën për punë bujqësie. Pra nuk do japim një mbështetje që në bazë sasive me një llogari në bazë shembujve që solli dhe ministri është 300.000 lekë vjetra, por do japim një mbështetje që shkon në 7-8 milion lekë të vjetra përsëri, pra nga 300 euro në 7-8.000 euro, në rast se thjesht dhe vetëm ai që shet prodhimin e vet paraqet faturën direkt prodhuesit, fermerit. Paraqet faturën që ti e shite dhe merr 10% të TVSH-s nga ajo faturë mbrapsht para në dorë. Nuk ka, edhe me ato para pastaj do të blesh naftë, blej naftë sa duash, por nuk është nafta këtu. Pas takimit në Krutje, kryeministri u ndal në qytetin e Lushnjës, ku zhvilloi një takim me strukturat e Partisë Socialiste në palestrën e shkollës Skënder Libohova. Në këtë aktivitet ai shoqëroi nga drejtuesja politike e Qarkut Fier Belinda Balluku, si dhe ministri financave Petrit Malaj.